Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një nga recetat më të thjeshta si fundjavë për të patur diçka të ëmbël dhe zgjodha të përgatis krepën në furrë, nuk e di a e keni provuar apo jo, por është një recetë që nuk duhet ta humbni dhe nuk duhet ta lini pa provuar. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 2 lugë gjelle sheqer, unë kam përdorur sheqer kaf pasi ai më gjendet në shtëpi, po sigurisht që mund të përdorni edhe sheqer të bardhë ose nëse dëshironi ta bëni më të shëndetshme mund të shtoni 2 lugë mjalt. Kam shtuar edhe 300 ml qumësht, 2 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj luledielli, çfarëdo lloj vaji që përdorni ju në kuzhinën tuaj, një vanilje. Nëse nuk e preferoni vaniljen, mund të shtoni pak kanellë. Unë e kam vendosur vaniljen pasi im shoq nuk e do që të mbaj krepa e ravez. Kështu që gjithmonë vendos diçka për të aromatizuar dhe për t'i dhënë aromë të mirë. Masën do ta përziejmë shumë mirë dhe pasi është gati, do shtojmë 6 lugë gjelle me miell gruri. Unë përdor këtë sitën në mënyrë që të shmanget ndonjë kokriz, edhe pse mu bën pak në fund të masës, gjithsesi vazhdojmë ta përziejmë me ndihmën e një teli kuzhine, derisa të formohet një masë e njëtrajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Vazhdojmë ta përziejmë derisa të eliminojmë ato kokrizat e mëdha që na krijohen dhe pasi është gati në tavën e pjekjes duhet patjetër një letër pjekje poshtë dhe hedhim masën që përgatitëm. Furrën e ngrohim paraprakisht në 200 gradë dhe më pas do ta pjekim aty për rreth 20 minuta. Pjekja është gjithmonë në varësi të sobës që keni, por do duket edhe me sy kur të marr atë ngjyrën e bukur dhe të artë, si kjo që shihni në video. Dua t'ju kujtoj se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, do doja që ta lexoja në komente të shkruar nga ju. Pasi e nxjerrim nga furra, e shoqëroj me çfarë të keni dëshirë. Unë kam zgjedhur krem çokoladë zezë dhe krem pistakjo, gjithashtu edhe arra. Por mund të shtoni përbërësit tuaj të preferuar, çokoladë e bardhë, mjalt, reçel, marmalat, fruta të thata sipas dëshirës, të jep mundësi që ta përgatisësh në mënyrat nga më të ndryshme dhe në shije nga më të ndryshme, gjithmonë sipas preferencave tuaja. Kjo recetë, përveç se do vetëm 5 minuta kohë për ta përgatitur, me pak përbërës, ka dhe një shije të cilën unë nuk mund ta përshkruaj dot me fjalë, duhet ta besoni dhe do më kujtoni gjatë për shijen e saj. Nëse keni fëmijë në shtëpi, do ta adhurojnë dhe do ja kërkojnë gjithmonë ta përgatisni vetë në shtëpi. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë dua të falenderoj nga zemra të gjithë ju për kohën që i kushtoni recetave të mia. Nuk e keni idenë se sa motivues janë komentet tuaja për mua. Faleminderit nga zemra.